Ky podcast u mundësua nga BIT Investment Group, Eagle Rental, Shafrani Albania, Premium Quality. Unë shkova një dy lokale, mos i dole për bigut, sa isha mrend dhe ishin kongin drille bëj baja. Iloshi, po ta kthejnë përgjigjen, s'ka nevojë me ta kthej produksionin. Nuk je interesant ato. Ma niga si shpirt. Ku? Si në çoku si shpirt. Në të aspektet. Çfarë ndryshimit në sytë tuaj ka Big Brother VIP Kosova me Big Brother VIP Albania? Kena ardhë të na i liri për podcast më i miri. Te podcasti shamat duhet më shumë mend se sa ta ka. Faleminderit, shumë faleminderit. Ky është një falenderim që shkon për ty personalisht, për ty që e shef Shamat Podcast, për ty që i ban like Shamat Podcast, për ty që komenton çdo video të mia. Duhet falenderoj sinqerisht, sepse janë tre faktor shumë kryesor për një person nëse do të bash një podcast, një program ose diçka. Është publiku që je ti, që të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Janë sponsorat e podcastit që e ndihmojnë me ecë podcastin para, është sigurisht edhe i ftumi që duhet falenderohet shumë sepse pa këto tre nuk bëhet asgjë gjë. Kështu që një shumë faleminderit për secilin nga këto tre. Fillojmë. Ladies and gentlemen, zonja dhe zotërinj, mirë se vini në Shamat Podcast. Se në fishta. Përshëndetje. Përshëndetje, Nailir, është kënaqësi që jam te ti, po shpresoj këtë herë mos më zes shamat, po ta dojmë remed, ta dojmë barazit. Jo, Seno, je okej, Seno, sepse nga nguti nuk e kam marrë shahun, kështu që nuk kam se si mund ta bëj shah. Kështu që e dojmë remed. Po, e dojmë remed. Seno, me shkodron që ti flet ti, nuk ka faj, jo Ilir Vernovski me mas me të kuptu, po aso nuk kam faj me mas me të kuptu. Ti një, edhe Tan Brahimi 2, e flit një shkodran që në kështu vladin. Nuk munoheni, as pak nuk munoheni me e thy, që me u kuptu tjerë. As tu me e thy, dhe be edhe mami të ringësho e njitën, edhe unë bile edhe fëmijëve të mi, kur erdhen këtu në Tiranë që i thoshin na kuj falemnerit, në për dyqanë ose diku tjetër, i thosha, jo falemnerit, falemners. Falemners. Gegnishtja është vlerë, është aset i shqiptarisë, unë jam shumë lokalist, dhe kështu që s'do ta thej. Si ishte aja me Iliren, e funi dalt herë? Po, funi dalt herë, ka thani molli. Funi dalt, ç'thua ti, funi dalt, hajër, prit tani, funi dalt, hajër, atë nuk kuptohet as pak. Po ty edhe t'ishte Marzani? Po, edhe mu Marzani atë, edhe në fakt, a isha po atë gjumë, dhe kur e shafën atë videon, as vetin goherë s'di me lill atë frazën aty të banaku, nuk di me lill, po dosha me ja shprej një mënyrë, po thash si përfundim e fundi dalt herë, si ja thëm për të na punë. Si ka thani malli i pa harrushmi, Gjorgje Mullaga. Ja, tha e kështu, duhet me thani, i malli. Qa fitove Sino pe Big Brother Albania? Qa fitove konkretisht, jo, konkretisht kam fitu, do të thënë, leshin, se në kam e mjellë flok të nesër. Sa bukur e lidhe i futi një kështu, një reklamat. Jo, me të marrë kam fitu, unë zakonisht jam i zoti që faktikisht, po e nashta, më thoi se po përdori shpesh, po unë të leshit i kam zhjith vetë gjithmonë, po këtë herë me bigun, si po thënë, mas Big Brotherit, po kena edhe disa suportime, përfitime, përveç gjanave materiale, po edhe kena përfitu edhe shpirtnisht, emocionalisht, çdo gjë Big Brother është një përfitim. Pavarësisht se sa rrit, pavarësisht se si prezantohesh, pavarësisht se ajo që jep te shtëpia, ndoshta unë mendoj që i kam dhënë 10% kapacitetit tim aty, por përfitimet janë të mëdha. Për mua është një emocion që e kam përjetuar një ndjenjë që se di, i falenderoj tanë produksionin. Me vazhdu, Sino, me thonë persone e të kështë zonash, a dhe në ti
Tash po bëha mund që po ta analizoj lojën tani që i kishe ti. Se të dy kena fri rekord, për sa ke dalë? Absolutisht, jetën kohë. Sa, 2 javë? Tja, 3 javë, kam zë. Ma pas ke fut. Kanë zë 3 javë. Ati se e punën, duket se na ka bo këj Luizin, duket se ka bo si Malkim, që asë shkodran tjetër mos me fitu ma dhe na ka bloku. Jo, unë mendoj që e kam theksuar në studio të tjera, për e sa ka dhënë Luizi, unë jam krenar, se thashe jam i vije lokalist dhe prave qofë, por nështë njerëzit edhe sikur presin, po gjithë se cili... Po me prit, me prit. Teme i lirë, unë jam seno, unë e kam thënë, Luizit bravo i qofë, jam shumë krenar që ka bo, po edhe qofë se i thënë rekordet e Luizit dikush, mendoj që një shkodran tjetër kam i thënë. Mund duen vite, por një shkodran. Besoj që edhe Luizit duhet jetë dakord për këtë gjë. Seno, ti bane në sytë e mi, se bashkë në taku 2 ditë para se me hinë Big Brotherin në taku bashkë, edhe një natë para se me hinë Big Brother këna kanë kontakt bashkë, edhe muaj men, nuk e di tash më tregot sinqertën. Sepse kur taku me bashkë, unë tash Seno që kam pa unë nga eksperienca jame, ke parasysh këtë gja, shife këtë gja. Drejten, atë kanë herë, atë ka dalë gja, atë kanë në herë fjallë të mjenë men. Adin se i punë, fjallët e tujo, pa tjetër që më kanë në mend, pavarësisht se ndoshta serdi momenti për me të përmend edhe emrin aty, se unë zakonisht ato njerëz që më kanë nejtë ma afër në periudhë ma vështira, jam mundu që shpejt mi cek, se më varë se si shkote situata dhe sa mund të risha, pavarësisht unë dosha, thasha e mendoj ma shumë, kam nëgju shumë vetë, shumë strategji të ndryshme, por Robi duhet me kanë vedi vëlla. Në këshill duhet me marr. Ja, e di, shika, më falë se po të nervos. Nuk ka puna strategjina zona sepse edhe unë ashtu si ti hinët e Bigu i Kosovës, edhe para se me i kisha ato strategjinat e mia, do të bëj këtë, por kur vjen aty bllokohesh vëlla. Bllokohesh. Unë kam një pa plan, domethënë. Plani më i mirë, domethënë. Ja më se plan në vetë e ke pasi. Sinqerisht, kam një vetëm më kënaq. Seno, një plan e ke pasi. Absolutisht. Robi me pi kafe edhe shkon me bëj plan. Jo me hin Big Brother pasi. Unë kam jetën pa plan, më shkuton jeta pa plan. Ndoshta s'kisha mundësi me. Lara dash më mirë. Edhe hina plani më i bukur është aty me hi pa plan. Po në pikën time më të fortë, gjak ftohtësinë e hupa. Edhe ndoshta ishte këtë që nxjerrë nominim të shpejt. Se kishin ai herë burrë ti. Pse po thu pikën time më të ftohtë gjak sot? Më të fortë. Po pra, ku e kishe më të fortë gjak ftohtësinë kur direkt isha në fakt unë isha impulsiv. Ti thua kam këtë pika e më kurse ato e hupa, thash pra. Unë me 3-4 persona u acarova se me tjerë kam qenë shumë chill. Nuk pate shiko, në qoftë se ti gabove para se më bë protagonist. Në qoftë se bësh protagonist në Big, në qoftë se gaban ta falin. Nuk intereson. Po shikoj me rroshet e fundit. Banu protagonist edhe ta falin. Por ti nuk pate kohë. Se ishte shumë shpejt edhe nuk pate kohë, gabove shumë shpejt, puna është ty një xhana sane. Kjo besojnë se të penalizoj, din se thjesht gabove të priç edhe pak, të rish edhe pak, se po delshe në prime, u përmend që shumë, a kupton, por edhe pak kohë të kishe ti, që të rritë që pak ajo figura jote, gabimet i fali, nuk intereson kuj për gabime, thjesht jep shumë. Po, kjo është e sa kjo që tu ti, sepse po shohim që po bëjnë njerëz gabime, dhe më thonë 10 fishi gabimit tem. Po janë personazhe. Dhe Gjene bërë, shiko, se të du me dole edhe te tjetër. Shafun, me... Aje ti një për atyne që kur dërpi Big Brotherit me full catch, apo produksioni ka bakit. Unë e kam thonë që produksionin e falenere jem shumë i njohës Top Channel edhe Big Brotherit. Super. Tashi, dalim të puna... Por jam i diqa tjetër. Ndoshta i lumë reflektimit, ose një shans ndoshta e kisha dasht, por nuk më dalë mi vullnetin e... Po ta kthejmë përgjigjen ty tash, sepse shoft ishin disa shoku Erik Lushi kishte hell një, nuk e di apo postim, story, nuk e di çka ka hell, edhe kishte thënë Eriku, jo Bajamja bani një të vetën, pse jo mos me e bë Kristi, sepse ka thy rregullat, nuk ma vu kanga, unë kam 20 vjet karrierë në top, mu nuk më kanë prezantuar diçka. Erik Lushi, po ta kthejmë përgjigjen, s'ka nevojë me ta kthej produksionin. Nuk i interesant o vëlla.
nuk je interesant ti mjaftueshëm që ty me të vu kanga ose ty me të bë disa gjëra për ty. Edhe këtë gjë e kam si funksionon Big Brother. Big Brother funksionon në këtë mënyrë. Futen disa personazhe. Pret produksioni, kush do të bëhet personazh, kush do të bëhet interesant. Në qoftë se ti jep për produksionin edhe bësh interesant i momentit, ato do të jenë me ty, do ta vënë këngën, do ta folin një gabim ose diçka. Po tash ti çohet, o vlla kam 20 vjet karrierë, ç'a karrierë ke se nuk. Që si doli biku me të përmend edhe herë emri. Nuk u bën e mjaftueshëm interesant që ty me të vu kënga. Edhe kjo është ajo që po du me thonë unë. Personazhet duhet me lënë diçka si produksioni me ta fol edhe gabimin edhe me të mbështet. Thash ti thjesht nuk po të kohë. Nuk po të kohë se mas 2-3 pranave se ti vazhdove e bane një me Ilirin, e vazhdove e bane një dyshe jashtëzakonisht shumë bukur. Edhe publiku ishte ju do të shumë, edhe besoj se i ke pa... Kam marrë mesazhet pa numër da, jam mundu me aktivitanve, edhe kjo faktisht ajo që dosha une, që unë me qesh shpirti, si dosha fësoj fjallë, edhe disha që edhe publiku do qesh dhe do raktote, ose kisha problem me bëllë auto-ironi me veti, edhe mu ta me veti, thjesht me qesh publiku, se fundit të pa streset e përdiqme që i kena, të vazhdu të une, e të tjertë, e të tanë shqiptartë, nuk kanë nevoj shumë me një gju halët tona, me bëhat viktimin, ja pa mbolizej. Na duhet me të regu edhe qose dikush na mbolizen me të regu që kena forcë, me e kalu, me e këthyn forcat gjatë, edhe pjesën e mbolizimin, nuk duhet dalim për te viktimizimit. Unë dosha thjesht vetëm me qesh, me të regu ata eksperiencët e mia, nuk kisha ku, po si dihet Big Brotheri, ndoshta për këtë vit, jo ndoshta pa ashtu i po si dihet vitin tjetër, mund të hime me ndjera. Jo, për një sekundë, si ti po thu, ndoshta Big Brother për këtë vit është i myllun, në i rikëthim Big Brother, se no? S'ma mërmendja, nuk më ka thonë kush gja. Nuk ka thonë kush gja, okej. Edhe nuk kam dasht me hije, kam thonë në studiot më përpashme edhe në fan club, se ma bënë në këtë pyetje, sepse mendoj që këtë kryvi ciklin për këtë vit, hina e herë, do të me milan tjerve, po vërshë se ka herë emocioni ke qef, po nështë vitin tjetër të pasaj këtë eksperiencë, mi kontrolu ato emocione, ato gjona, pse jo? Po pasaj, nuk është Big Brother gërdësht e fito, banë provë këtë vit, banë provë vitin tjetër. Absolutisht që nuk është, po ka pas raste që njështë janë rikëthy, kështu që unë po presë rikëthimin vitin tjetër. Ti u rikëtheve në Big Brother. U rikëtheve në Big Brother, si u rikëtheve me Siçove Juel, se? Dola të si djallë, me lule, gjana, adën, u rikëtheve. Po tash, me him pak të jeta jute personale, sepse një kra, Juelis i qove lule. Një kra, u putha me bashkëshortën tane, edhe në për shumë emisione që kam pa unë, që e ke thanë, nuk e di se si është i tash për momenti, nuk e di ku jeni ju dy, por ti ke qef, ke dëshirë për një rikëthim e bashkëshortën. Jo se kam qef për një rikëthim, po një rikëthim ka null, na po thuj se kena pas periudat tona që gjithmonë e kam thonë unë e fajtori për në distancim, edhe po këtë herë në fundit para se me him Big sikur ishte ma i gjatë, edhe unë e kam thonë për Juelin, e respektoj, mund të linë të nëjë pëlqim. Për momentin, nuk kishte në gjatë, më thonë serioze, sepse e thashun, se për 17 vjeç, me ro vëp me shikim o burra. Këtë mesazh edhe ti, me fjallë, këtë mesazh edhe ti, kur hini e qove lule dhe me thonë se shika, unë dola, por, si kur ti isha këto, do kisha pra një pëlqim për ty, do kishim pas situat në si Ora ka parë mund linë të duhet ko që moshën që jena na, ose në situatën që kam une, për me fillu dhe me thanë, kur ke kalu një, kur ke fmi, kur ke kalu po thuj se 20 vjet me dike, edhe për me kriju një lidhje se s'kam kënë kur s'kam kënë stabil kur pra ndaj me jetet dëme, një lidhje stabil dhe në kohën e vetë.
A kupton, unë komplimenta edhe lule mund të llorej Ja, se nuk e se kam po i kam po intervista si i thu çdo grus si të marr intervistë, shiko se unë komplimente mund të bëj aty. No. Po i bëj. E lule mund të bëj aty. No, ishin lule tjera, ishin komplimente tjera ata. Si ishin? Tjera vëlla, si ishin. Tjera me tendenca pëlqimit. Se nuk ishin kot, se nuk i qove lire ti, nuk i qove lule mire ti qove... Unë thash, e vlerësoj si vajzë, sepse kishte pas ai histori që i kishte ndodhur fatkeqësi, mënyrën se si komunikohet e përsa isha unë, edhe basha këto komplimente të gjana që ja bëj gjithuj, mos e na mu i liri më pyeti. Dhe ke thë se no, a ke atë nga Italia, tha, dhe më thëmë për Sylarushin, si e thoshon, apo se edhe Loren e komplimentosha, si vajzë më dute figurante, si artiste, e thash i lirit, unë s'kam asjene, në dhonë, ty t'ka. Unë aty me lërvrenozin dula, ka për kra. Si e shef sot për shamu, me që po përmenim vajzën, si e shef sot lojën e saj, sepse shumë janë të akuzu, rrinë me Rogertin se ke frikë se të... Sulmon. A duket sigur është në njën e ti, ose thjesht ka gjithë një, si ta thëmë, ka gjithë një grup, si okej, du të bëjmë pjesë e një grupit, edhe nga këtë grupi pa nëj? Përse për këtë lojës? Po, përse për këtë lojës. Mund t'jene, shiko, ka momente që edhe për mirin po thojnë tesh që është ba vegël e Rogertit. Kjo të regon forcën e Rogertit, edhe mendoj që aja e ka nuhat nështë këtë gjallë, mund t'jenë ba, por edhe ka situata dinamike të ndryshme shpije që para dite jemi dike, mas dite e këtën armik, që nuk mundesh me para Absolutisht, kjo është një prej gjanave, mos u gabosha seno, që kam thonë që se ban fjallë, mos e qaj kryqë, se sot ban fjallë, nuk ka se u prishë, sot ban fjallë, nesër i e prapë me te, mas e ban fjallë, këtë dinamik e ka bigo, këtë dinamik e ka bigo. Unë pas nështë ta më, se për të në presë në falë, ma shumë përplasje me debate me Kristin, ka arë puna për vitëri, e ka mëru marsia ti në familje, e ka arë droni, e kam përqafu, vete kongën e Bajames, e kam sy, dhe kam valzu. Papa, la gozove që shiko se mos i gej. Shiko, mos i gej, a din se i punë. Këtu, me fjallë, po do është me përmenë ato termat e bukra, po do është me përmenë ato termat e bukra. Unë e kam gjallë vete, në në shodë të thëmë, qatë qesh e vesh, ose i shpreje. Aji, ja bani dhe Rogerti e në fundin e pytin, që ose në kej orientim seksual, Robi ta pranot, unë aty për show, unë po priqam, a i thote jam gejë, unë do shë me thana për me të puth, për show, Shiko, a i nuk kapë se njeti prekun, a i që si i thet dikush për orientimi seksual, pëse si thet e hajdet puthi, nuk kapë se njeti prekun. Dikush që e pranan vetin ashtu si qasht, s'duhet mundi i prekun. A i ndoshta, ja thanin edhe opinionistat, ti u peshkove, edhe u peshku. E s'ka pëse, nuk është në pa paragjykojmë nga që është i but, nga që është pa fines, do në veshët i fjesi me dzidza, me gjana, në jo pa paragjykojmë, po nga të smojmë. Shika të Po nga të smojmë. Shika se no, se ma shumë pikë fitan Robi, në që se i bjen edhe i rrina që i ti qëndrimit, se sa mundet me lutë me dy pole, sepse shumë mirë të thanë në intervjisë, se no i të barë rolin do me lutë me dy pole. Një kra i thu qupë punëtore ose diqa atil, një kra tjetër i thu, shika se unë të kam mëru ty për vitri, të kam mëru ty për drënë, masimoj dy kratë, moj një edhe në kratë, shika, unë të aparnej ty, unë të aparnej edhe je shumë oj sinqert, në qëse të thu, unë në kodër të lojës e kam sulmu sepse pse jo? Këtë të aparnej. Po në njërzurë. Por, mos e shqit edhe këtë anën tjetër, shika se ja kam mëru vitin. Jo, mo, du me thonë që nuk ma i nate, nuk e shaf si hasëm. Po për anë të lojës, është anë e lojës, ose diqa që mund të kena për shembull i fërkim personal.
Po kur vjen puna, me uru, me përshëndet, me mbështet, po s'bëhet fjalë. Në loj. Unë bile mbrëmë thash do të dija në koncert ku ti je, sepse unë shkova një 2 lokale mos i dola për Bigut, sa isha brenda veshin kongën drillë e bëj baja. Drillë më bajam, Po. Çfarë ndryshimit në sytë tuaj ka Big Brother VIP Kosova me Big Brother VIP Albania? Unë ti me thonë që Big Brother VIP Albania në çdo detaj është shumë më lehtë. Në seriozitet, në transmetim, në koncept, në çdo detaj. Në mënyrën se si i promovon ato që losin aty, në mënyrën se çfarë demillon shikuesit, mendoj që është më interesant. Allë ka tregu me sa dione që kjo që po thamun është e konfirmuar që Big Brother VIP Albania është shumë më lehtë. Okej. 300.000 euro lanë në skedina. No comment. Pse? A do të lanë më shumë? A let prap? Ja. Absolutisht. Kjo është... A është përgjigje sinqert apo përgjigje para kamerave? Sinqerisht është përgjigje sinqert. Se thosh, nuk duhet me pas frikë për atë që je. Dhe nuk las më në qysh se kam shku në Europë, nuk kam lyt më, kam shku në 2013 në Francë, dhe nuk kam lyt më. Ishin në ata momentet në Shkodër, ku në mosha njëna tjetra, mësa në kishim kredit, se një atë në Shkodër në njifshin një tjetën, në hapshin, edhe po në qep në hapshin dyrt me lujt, në më kredit. Kështu që janë pasoja që nuk janë asi gjatë 300.000 euro, sa është koha që ti hup, sa janë mish që ti hup, sepse të punën truni vetëm ku me gjithë lek për me lujt. Nuk punën truni për asi gjatë tjetër, po sikur me ju fokusu i lloj punët, i lloj idejet me bë diçka për të ardhmen tone është shumë e fryqshme, kurse ajo punë bllokan ai ves bllokan. Momentin e parë që dole Seno, momentin e parë që dole personat e parë që i takove, po ta thamë në momentin e parë që dola. Momentin e parë që dola, hapi telefonin, me fjallë, shumë mesazhe pozitive, nga një si nuk e njeh shumë mesazhe pozitive. Nga një si njeh, na korite ma! Po më falë ma, pëse të korita? Na korite ma, si ma dole ka shpet ma, qapate ma, pëse dole ma? Ta njerëzit, Seno, njerëzit që i njeh familjar, gjana, do të mi bë blok. Do të mi bë... Jo në kuptimin e kësë fjallës, por, atë që keti, vizionin, gjana sanet, që keti, ku dhe marriti, a shumë e shtirë me ta kuptu atë që i ke offer. Nuk e kanë, me fjallë, nuk e kanë me të keq, e kanë me të mirë. Po ta shpjegon këtë. Unë, se më falë se nërpër, po ta shpjegon këtë. Ato, edhe mu më kanë dollë që kritikat i ka marrë prej aty në njerëzve që mu më kanë pështet në ditë më të pështire të jetës, janë disa shokë, fëminijet, grupi tifozave Vllaznia Diaspor që më kanë ndimu në çdo aspekt, se aty ka arë çdo gjatë, dhe me thanë, prej aty në vështërsive me munit nelt, edhe ato kishin pritshmërit mëdha për mu, edhe ishte i forë zhgënjimit për ta dalja jeme. Prandaj edhe me ty ka ndodhur kjo gjë, që të kanë thënë na kur rritin në kuptimin se ata kanë pas pritshmëritë të ti. Jo, shiko, jam dakord me ty. Por absolutisht mos e unë pavarësisht po më thash unë piva, sepse para se unë me fjalë në llogarinë e mia, në sytë e mi, absolutisht e kam pa vitin finale. Por vjen një moment që sa dush se ti e ke provu vetë, unë e kam provu vetë. Nuk din me shpjegu tjetrit atë ndjesia se si është mëna. Ka një presion të jashtëzakonshëm, edhe ba me pa a ki vure sa toksik është ambienti, po bëhet pak, me fjallë, fillën e bëhet, ose të marrim shembull, futet Gimboja, lejtar, futet Gimboja banori mirë.
jashtëzakonisht shumë pozitiv, hin tuk nu, jashtëzakonisht bjeni pozitiv dhe në shtëpi. 3 ditë gjatë këtë pozitiviteti. Do ta kapin ato, hijen ato, është një është shumë toksik veni për mene, sepse janë të luftu, se cili është të luftu, është banor Rogerti. Shumë, Allah, me pa, unë që jam spektator, mu më bën me qesh, shumë fani, mu më bën me qesh. Por, është shumë i eager me atë lojën e ti, shumë i eager edhe s'kishte mënyrë tjetër me avancu Rogerti jashtë shpejt me... Po kthesh personazh. Frymëzim, kthesh shembull. Ore shembull ndoshta nuk kthesh. Për shembull, domethënë për po. Si Sulman mund të thëtë dikush shembull për i mirë, dikush shembull për arrogant, dikush shembull për po me çfarë fjalë unë kam thënë, unë pëlqen Stenaldo, Mali, por Rogerti e mbështes. Në çfarë kuptimit? Po, e mbështes përveç një 2 gabime që ka bë, e kena tonin. Po mirë, shiko. Okej, e kena tonin, dakord jam. Pa i dakord me ato që ty po banon Rogerti? Po, thash, përveç janë 2 gjanave, shumë, po Sulman, po i jep, sepse është e vetme mënyrë për me kap Prime-in, sepse debat dojmë. Bravo, okay. Ka rrugë tjetër, vëlla. Kjo është ajo që na kena bë Barceleta me Ilirin shumë gjana dhe nuk e kapi Prime-in. Bravo, kjo është ajo që toksik, është ambjenti toksik, si ti në qështë do me të regu një pozitivitet, në qështë do me të regu diçat nuk, me fjallë, nuk ecë shumë këtë gjoja. Këtë gjoja ecë ma shumë, që që edhe ti nisësh me vazhdu, që tha, kena bërë shumë rastet bukra me Ilirin, ama në Prime del dikush tjetër të ushallë, edhe të me të... Po më ba, doli shtrati, doli krevati, që thëmë 2 muaj rresht, për shumë, na kena ba shumë situata, shumë gjana, shumë debate të lezetshme, me ironi, me njëra tjetër, ose ka pas disa dinamika, 5-6 raste për shembull që strategjinë e X personit ja kam kuptu, ja kam bë kundër 2-3 fish, po s'ka pas nivel debatit, në thojse ose acarim tepër, edhe s'ka dalë, për shembull. Masajna janë shumë gjana që edhe orientimin se si e merr Bigu, domethënë duhet më e pa. Ai shtrati u bë shumë sepse ishte temë. Kristi u bë faktor qysh në fillim me ndamin e shtetënve dhe kapja të pjesën e protagonistit. Masajna, unë ne tani ashtu si dosha, të batutat e humori, pavarësisht se kisha edhe frikime, edhe debate me Kristin, me Eugenin, me Angelën edhe me Brikenin më shumë. Të batuta atë humori. Kam pas e ki ba shumë bejta, shumë batuta. Na bën nej bejt, atë binër me në gjakshur, nej bejt për podcastin. Po, ta mendojmë një 2-3 sekunda. Kena ardhë të na Iliri për podcast më i miri. Te podcasti shamat duhet ma shumë mend se sa ta ka. Thank you very much. Nothing. Një moment, një moment shumë i rëndësishëm. Aban Allah, du mi falemderu pak sponsorët tonë që kam. Eagle Rent, BIT Investment Group, Shafrani Albania Prime Quality. Shumë thank you very much. Kush e fiton Big Brother VIP Albania, edhe kush ke dëshirë ti që fitoj, sepse mund t'jenë dike tjetër ke dëshirë, dike tjetër fiton. Unë thash, kam 3-4 personazhe që një. Një si e fiton, një si ke dëshirë me fitu. Kam dëshirë me fitu Rogerti, e fiton Stenaldo. Unë kam dëshirë me fitu Stenaldo, i aurojt ta fitojnë Stenaldo, jashtëzakonisht shumë personazh. Unë për vedi, mënyra se sa bukur ai njëri flet, sa bukur artikulohet, se ka tonalitetin e zanit që nuk i ndryshon as si pik, nuk i ndryshon tonalitetin e zanit. Është personazh, është imitues i jashtëzakonshëm. Domethënë praktik të respekton gatun. Domethënë unë thash, e kam thënë shumë raste që e mbështes, por edhe në këtë rast se ai ka herë edhe kur e mbështet
shumë ose kur i rrin shumë si gati nuk e ka me qef. Prandaj po them unë sepse nuk do mundi vulnerable. Inferior, s'do mundi inferior dhe nuk është inferior, është shumë nelt në çdo aspekt. Absolutisht. Ai ka një fatkeqësi. Është i verbër, edhe nuk don që për njerëzit me trajtu ndryshe. Ai s'ka një fatkeqësi, domethënë s'mund ta shuj ai ka një zemër të madhe sepse ka njerëz që kanë që është me tamam fatkeqësi si s'ka një zemër, s'ka një shpirt hiç. Ai me tamam diçka ka i mungan, por ka gjëra tjera që i rekuperon atë, edhe kështu që ai s'ka çift mundi inferior dhe nuk është inferior. Dhe mu më pëlqen njerëz zogurin shumë, edhe ja uroj fitoren. Prandaj pra ky është ndryshimi i tij, sepse i hini si guximtar, edhe guximtar të fitojnë, kurse tjerët po janë rregull edhe po bëjnë viktimen, aty bëjnë kakarisin ton ditën, kur vjen prahimi bëjnë viktimen sepse po thënë që na populli shqiptar, mos e na për jo më vëlla. Ky është shembulli më i mirë, shembulli i guximtarit. Kush e bën viktimin atë për momentin? Viktimin për momentin e bën ai mirë. Viktimin për momentin. Shumë për menimin tëm, viktimin për momentin. Çfarë mënyrë ke mirë Selina me këtë raporte me këtë zonë? Po se di ma ata e nisën, nisën si lojë, mos e na prej lojëve kanë lidhur në gjëra të reja, tjera në jetë e ka tregu koha ose historia, por ata e gjetën edhe e arritën sepse bënën 2 muaj tanë shqiptarët me folë për atë. Jam dakord ose no ti e gjete, arrite, e bane. Po mënyra se ti po prezentohesh në publik. E ka marrë për sipër e vëlla. Ka marrë për sipër që ka mu gjyku. Dëgja, ka njerëz sot që nuk mund ta dënë ton, as muz ndojnë ton, as ty sepse ka njerëz që s'dënë vetin. Ore bën e lojën e Rogertit. A tha ti tha më unë, ore hallahu e ba zoti. A e ka lojt, keqe lojt, egër lojt, çu lojt. Ore ta bojnë. Edhe justifikohet janë për lojë. Pa ja burri me ba ma e vije burnia çake, ma e vije burnia çakete bor Po aty i bën burnia nëse shpreh dashuri për po nuk ke nevojë me shpreh mos, se ti jetu shkrim, jetu dek, e shohin ton. Çka ke nevojë me shpreh ti? Ti refuzoj sa dush. Ti një krah refuzon një krah. Pa rreo burr. Se di. Jo, ashtu duket. Ashtu duket në publik. Unë si jam publik, si e shof, a e shof. Rogerti është i keq, ka lojën e keqe, ka burrni. Miri është i keq, s'ka burrni, s'ka fytyrë, s'ka karakter, masi gjo s'ka. Për menimin tim. Është mendimi gjithë secilit. Kështu që unë e thash mendimin tim. Kur hini Luizi, a kishe kështu si jam aty, do kishim pas për shembull situata, batuta, gjana, sana? Jo, a di se i bunë. Unë meti pengë si të thash, në vite një mundësi zgjelljet, për shembull, x lek më dha, 200.000, 300.000, a dhe me dole atë di që dole, apo dhe me ndaj deri në finale me dole pa kokër lekut, preferosh me ndaj deri në finale. Një sekund. Kështu që nuk kishte, po ti për zotin, po nuk hina për shkrimin më. Një sekund. Ti të thonë që me t'i ofru ty se no, a den 200.000 euro edhe me dole dash, apo den me marrë finalen, apo den me shkutin finale. Po, me shkutin finale më këtnash dhe me thonë që me meritu, jo me shty. Se no, cilën kishe marrë ti? Me shkutin finale, më dhe. Po ti për zotin, po më por. O si do është as lek të çmimit, po. E kam kaluat etapën e lek vëlla. Unë du me kenë rregull me njerëzit, me shliru shpirtin tem më kënash, e kam kaluat etapën. Njeri ka nevojë për lek, po nuk më lëmëtoran leku ma. Po më shgenjen. Më shgenjen se menova se jena shok, menova se ke me kani shokjena ma. Menova se ke me kani fije sinqert. Po shokjena ma. Pa ja ma burës, po si tu tërgu sinqert? Po pse ma të kujtove se po marrë 200.000 është nësë pa tje pas i leka? Po ja ma na shokjena. Okej, nuk të besoj as pak të kjo situatë, as pak të besoj. Pa kisha mi do për gjysë, ti merësha. Nuk të besoj as pak. Se no... Se kuptën e shkrimin të, ne? Jo, jam të po që të kam pyet e që s'kam pyet, po që... Okej.
Monika Kërmolli ban opinionistën Big Brother. Monika si shpirt? Qa menimit ke për këtë? Monika si shpirt. Ku? Si në qa kuptim si shpirt? Në të në aspektet. Një personazh i politikës. Po. Aja ka pas një eksperiencë që pavarësisht se ka qenë pjesë e subjekteve politike, po me organizimin e rinisë në shumë aktivitete e ka notën lehtë. Monika Kërmolli i organizote forumet rinore në një mënyrë përsosur, me aktivitetet në mënyrë përsosur, plus që ka qenë edhe në mënyrë përsosur, po kur ti kesh lek të organizojnë ç't dush ose në ç't të fol para zonë. Ju të bën rrafsh Monikës kët. Po jo bor. Thuj në koment, dakor. Nuk du më gërziv. Po jo më bën rrafsh Monikës, kët tash ti ka organizuar me çka ka organizuar vëlla kollon lek. Hajde o burr. Kur Monika ka pas LSI-n, ka pas forumin më të fortë. A kishte lek më shumë PSE? Po, patjetër. Po kanë dhënë lek lek. Po dakord, po ka kur ti edhe lek. Shumë mirë ti se kanë dhënë lek. Për çka kanë pas? Po sa është lek. Normal. Monika Kërmolli ti dan final, nuk dan 200 mijë, është normal për ty sa është leku. Në mos po. Dakor, nuk po i politik se po shoh se nuk jetu më tregoj sinqert. Ma burrnora është më thon, janë muhabete politike, nuk du me fol muhabete politike. Jo, po flas sepse Monika Kërmolli valla kena edhe frikë me thon drejtën. Si jo, unë kam frikë. Unë kam frikë. Jo. E para, se sa me thonë që ka ba forum, ka ban leku. Olla notën, për gjona tjera se qa flitet mu s'më interesant, po notën e organizimit për rinin e ka nota lehtë. A është edhe shpirt i lirë, e du fart. Monikën e du fart. Okej. Minus, unë s'po... Po nuk është Arbri, nuk është Arbri më i keq, mos ke, se në qëse preferencë për Arbri për atë punë është edhe Arbri është për atë punë. Unë pyta për Monikën, që den Monika aty vëllo, këtë pyta unë, adin. Okej, se s'po hi ma shumë politikë, se harroj atër që jam në kamera... Po s'ko gjama, falë, kja lezeti... Ja, po du të me, shika, se në du të me ditë edhe që me dzjarë, se nëse edhe ka panë kajherë. Ja puna me fol ko herë drejt sepse na gabojmë. Drejtën nuk mund na fol. Se në drejtën, se në fishtat. Drejtën si qytetar të Republikës Shqipërisë nuk mund na fol kurr para kamerave asun as ti. Nuk kena një zgjuzim sa na fol para kamerave. Jo gabojmë në herë. Nuk kena një zgjuzim ti. Na gabojmë tani herë, po puna me fol në herë mirë thuj. Jo gabojmë në herë. Story time. Është një moment se që unë nuk do të përzihem. Du një histori për të jetë, që të dush ti, nda që tjetë bukur, nda që tjetë trisht, nda që tjetë... Ku të dion për jetën, për familjen, që të dush ti, unë nuk përzijem, ashtë vetë moment jetë, që është story time. Po, atëherë story time. Ishte, dhe më para shumë vjetëve, para 5 vjetëve, se nuk janë edhe shumë. Nështë në të periullat mas Covidit, periulla më... nërmat fështirët për tonë, po ishte dhe një situatë nështë aje e që nuk ishin shku punë të shumë mirë në për Europë, në Francë, edhe nështë kishte edhe periullë që robi se kuptan, nështë edhe momente depresive dhe se kuptan, por du me lidhë me diçka që jam shumë mirënjohës, sepse aty lini diçka të mëdha, lini grup i tifozave Vllaznia Diaspor me Shkerti Bejzatin ish futbollist, Kristian Bashlin, Marian Markun, Art Kacen, edhe ai komunikimi aty, diskutimit për Shkodrën, diskutimit për Vllaznin, opinionet aty në njerëzve, mbështetja në çdo aspekt ishin ato që përveç që mojtë në kam, por erdhi edhe dita që falë tyne, falë komunikimit me ardhë gradualisht më rritë që me mujtë me kapë edhe Big Brotherin. Edhe dikush më të thojnë, ama qa Big Brother, dikush nuk e shaf, dikush nuk e bëj, po mendoj që Big Brother është një eksperiencë që
Me dhon mundësia duhet me provu gjithkosh, sepse tregon atë që je. Dhe bile është edhe një rast ka thonë i shoku jemi Kristan Bashli se po lidhim edhe sportin edhe bigun edhe tëna. Atë vitin që ishte Luizi thotë bojnë fëmijët zhurmë gjatë prajmit edhe i zdamisin kur ka publicitet. Do të thonë aq shumë ishte i fokusuar çdo njeri në Big Brother. Psikologu më i mirë ka kanë koha që kena kalu në Shkodër, kur kena kanë fëmijë, por diskutimet me miqt dhe mbështetja e grupit Vllaznia Diaspora. Njëherë një ta me kam nga stadion të Shkodrës, vetëm njëherë një ta me kam në stadion të Shkodrës, edhe atëherë ishte polic me shumë gomet, që të të me mrahadi që nuk e ditësh ishin fut papi lete, gjana asajnë, a im të të shtyju, nësë kishim ku më shtyju, ishim këshur edhe ishim me shkop gomet. Fundit merë, nuk kam kanë më në stadion Shkodrës. Nuk ka se jam në tifaz në gjatë, okej, është e periulla 15 vjeçare si fillon e shef në Nation e gjatë, por sot nuk jam lidhë me sportin e pavarësisht se nuk je tifoz, pavarësisht se ndoshta unë shumë herë kam munguar në stadium. Por Vllaznia, absolutisht. Kur kam kanë absolutisht por Vllaznia. Për një arsye edhe tjetër, kam mungu, por domethënë e kam një gjithmonë edhe është një problematik sepse edhe sot ka humbë rinia orientimin te sporti, edhe duhet mendimi me apo shkollave të mesme me apo leçi me bollë orë mësimit në 8 vjeçar, por shkollat mesme me detyrim me kanë në stadium ose në pas sportit. Edhe stadiumi s'duhet me thy vetëm neshe, por duhet me thy argëtim për shumë gjëra. Mendoj që është shumë e vlefshme mi kalu 2 orë në stadium me fëmijë, me nip, me mes, edhe ti vetë, pavarësisht se t'pëlqen futbolli, mor këtu. Është fryma. Duhet me fut traditë, kulturë, sepse i jetu kontribute qyteti jetë te simboli i qytetit tanë. Edhe siç e thash, edhe është kanari mbështetje ndaj qytetit tanë, është kanari. Pa ku ka kanari mat? Është kontributi ndaj qytetit tanë, është kanari. Valla, po Shkodra më burr, tash ekipi i parë. Pas pasaportë shqiptarizimit më burr. Ku ka çdo ekip Partizani, Tirana, Dinamo ku ndal me Shkodran më burr. Është Vllaznia që i ka mësuar me lut top tan, lën me lut top tan. Shka ku dush ke unë në Afrikë isha, se edhe në Tereza e ka bë 4 vjet shkollë në Shkodër. Isha në Afrikë, më tha njëri sheh Albani, tha, po avash për Shkodrë. Po domethënë për çdo gjë, s'po them te sporti. Po domethënë mos me ken në Shkodran që njëkum teatrin, njëkum Vllaznin çdo neshe, ku ditë paktën ndoshta si jetuat për një arsye tjetër se kena ik, po mas me dash atë vend. Unë kam pas ndoshta problematimi ka të më të madh në jetë me Shkodran deri ndoshta i kam pas, po më apart më hajnë jemi, domethënë e prep dorej, sepse ecë vllazë i kam Shkodran deri i du sepse pastra me Fadil Kraja, Serafim Fango, Tish Daia, domethënë Sababizi, Lor Burishi na kanë lënë kanari më vonë. Domethënë unë Big Brotheristja, po s'kam çamë lënë kanari të mëdha, po janë figura të tjera që na kanë lënë kanari na mushet zemra plot më burr. A kupton? Ke çamë fol për atë vend. A imagjinon ç'a duhet me thonë qytete të tjera më? Po mos me shku në stadium, po mos me kenë na krenar për vendin ton, për Shkodrën, po absolutisht po. Shkodra duhet me kenë, e kam thonë, si Stamulli, edhe Roma e miksume, pavarësisht se kryeqytet mund të jetë Ankaraja për shembull në Turqi, kryeqytet, por se për vizita, për turizëm duhet me kenë Shkodra më. Në të aspektet. Paktën na i diçka kena për detyrë me dasht. Unë kam pa ta ndërpres. Po që do na fort. Pa ta ndërpres, unë jashtë kam dhuru gjak. Po edhe kur kam qenë në Shkodër, 1-2 herë kur unë ka thyë dhe unë rregullisht i hypi makinës, për shembull. Ata morën gjakun se na bëj tharps. Ata morën. Po janë shtu njerëz qikojnë po me vesë më thojnë nga cmut. Por tash mas bikut edhe mas u ktheva nuk kam shu, po do ta njeku si praktike dhe mendoj që pakaletësh edhe i fjetë kjo pesë njerëz thojnë po me pas lek kisha bë kët. Prandaj tha mos bëhet me lekë gjë. Dikush në Francë dhuron gjak,
si pa ta them si mentalitet, dikush punon 2 orë vullnetar për stadiumin, për diçka. Puna është me dhënë diçka. Këto është shumë gjallë, ndoshta më thon Big Brother, por nuk erdhi mundësia. Dhe unë domthon sa herë kam mundësinë jam me dhuru gjatë, ose kam problem kushdo më bë në Shkodër vetëm tjetër vllaznia mirë, një me turinat i mbledhin në stadium temin, vetëm Milan diçka paktën qytetit tem. Pavarësisht se thash edhe herë, situatat e jetës na morën ngaherë te poshte, por për sa i përket Shkodrës edhe vllaznisë, gjithmonë jena shumë poshtë ata janë. Pjedestal. Duhet me kanë gjithmonë mirënjohës. Absolutisht është shumë e drejtë ajo që thuti se në qoftë se çfarë do lloj veni ti jesh, çfarë do lloj veni ti jesh. Për shembull, po them Shkodrën nga që unë ti jena në Shkodër. Çose nuk e dan venin çan, çose nuk e jepi kontribut për venin tan. Pse thu ose jam shkodran, apo dan. Bani të dyja bashkë një jetën kohë, masu kërnon njëtën, një moment jam shkodran, edhe në momentin tjetër ti nuk po kontribon asnjë gjë për venin tan, apo dan. Big Brother Kosova, kush e fiton? Me atë sa ke pa, në finale po ta kujtojnë ty nëse ke pa mjaftueshëm është Eliona, Klodi, Lundrimi, Ludoli, Hygjerta Vaso. Hygjerta apo Hygjerta? Po. Si ka i bjondi Lundrimi, e? Po. Ai lezetshëm është. Lezetshëm personazh. Ai mendon se fiton? Po kam pa shumë fani. Po. Edhe shumë pozitiv. Okej. Edhe pavarësisht se unë bana në gjest negativ big mund frymëzoj pozitiv. Klodin e kena tonin, e kena penaltis. E kena tonin. Dhe por jepi Cezarit atë që ta kanë Cezarit. Absolutisht. Si në fishta. Të falenderoj. Faleminderit. Shumë. Remi Udame. Po. Nesër në kthimin do ta bëjmë te podcasti jem. U kry. Falenderoj shumë se. Faleminderit sa herë dush sepse je shok i mirë. Shkodrani mirë. Në kesh një fije se nuk i keni sinqert me mu. Po. Në nuk i keni sinqert me mu. Ja, në 2 pika nuk i keni sinqert me mu, po gjithsesi do ta kthej burgjin. Po thuj, këtu nuk ka kanë sinqert, tu më ke rrej. Bane me titra. Rrenat e senus thuj. Do ta kthej burgjin. Faleminderit, respekte. Vetëm mersi. Faleminderit.